E kemi këngëtarin Male Ret Koceri, i cili na vjen në studio, na nderon në këtë studio, ku do të flasim për projektin e tij dhe shumë çka tjetër. E gjithashtu, pas Malit, e kemi një lidhje tjetër direkte që është një fotograf i cili ka bërë fotografimin e yjeve botëror në Met Gala. Gjithë kishim dashtë me konë që aty, a kishe dashtë e me konë aty? Qa kishe dashtë? Po që s'kisha dashtë? Me qenë në vendin e ti? Në fakt nuk kisha pas që me qenë në vendin e yjeve. Lindret me mundësi, me takat. Po në fotograf nuk jam, unë jam të ajo pjesa... Me takat, po s'kollek. Unë po du të pi hoj koq. Unë po mjaftona me i fotografu. Po thua. Po. Ane, se cilin ato të Tri vete. kom ca e ki Jurgonin, Lindret. Mos shko për te, se si ti qenë shkom pak të mërdhia. A mone mu me vesh qërapat, me plejt në qërapat, se vrej Te veshjet, a e pove veshjet se zakonisht në gjdo vetë që mbajnë kjo ngjarje botërore, ndërkombëtare, komentohen shumë veshjet e yjeve. Sigurisht, ajo është në dobe pjesa kryesore. Që kam karon sy edhe diçka interesant ke veshja e Rihanës, ku edhe tregoj që është shtatzon. Se ato komentet. Rre. Pësha pak, pësha. A, se, po bash. Tania, si ku vendi, 14. Që kjo do me thonë që nuk do me thonë që veç pse je yll edhe ki jetën shumë dinamike, nuk mundesh me kriju karrierë. Po më nej karrierë, familje. Rihanna, do me thonë, ajo Veç Rihanna është shkëput pak nga karriera, nga muzika, nga... Prej 2016 su ka qitë album. A përshesë nuk mundesh dyat? Se ke... Mundesh edhe s'mundesh. Ajo ka një herë, po thë që ato e qitë albumin, kështu që... Po thot, me fjallë po qëndrojnë, ta shumë se qka pëndohë. Jam fans kogja i madhi Rihanës. Këtë jemi. Kështu që me nëzhe kompliton këto, po... Kalun tash fancat kujt jemi ne, se në një lidhje direkte e kemi astrologën Antigona Kotori. Mirëmëngjesi Antigona. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që je bashkë me ne. Përshëndetje për gjithë juve, për gjithë shikues të Klan Kosovës edhe vikendit. Faleminderit shumë. Kemi pak probleme se çdo këtë me zërin. Na nuk po dëgjojmë këtu në studio, nëse mundemi. Antigona, apo na dëgjon ti ne? Unë e fare mirë. Super, tash edhe ne po dëgjojmë perfekt. Po na mungon Antigona, se jemi mësuar të pas në studio, nuk po mundemi kështu. Edhe kjo mu shumë po mungonim. Po tash vi javën tjetër kismet, unë jam bojë. Urime. Gjyshe e një nipi apo mbese? E një nipi. Urime me jetë gjatë. Qka ka qëllu nipi në horoskop Antigona? Dem. Ashtë një ajo. A je knaq në te? Po dem me në nëshaj Luan, edhe jam shumë e knaqër me karakterin e ti. Me njëherë si ka lindja kom bo normalisht hartën atë kom prit orën e lindjes, edhe jam e gëzume sepse kanë zanë dikte po dal as një planet nuk ka qenë retro, dhe me thanë kanë qenë të gjitha planetat në rrugën e vetë drejt, edhe ka qenë shumë lumëturi për mu, ditën e nesërme veç e këshim pas Pluton retro. Urime me jetë gjatë, e uroj me pas shëndet dhe gjithë të mirat në jetë. Po kalojmë tani në temë Antigona, jemi këto bashkë për të diskutuar se çfarë po thonë planetet dhe yjet për zgjedhjet në Shqipëri. Kush po fiton atje? Kemi Edi Ramën me datë 4 korrik 1964. Çfarë do të thotë kjo për të? A do të cilin yjet fatë sot? E pash pak këtë punën e Edit edhe datën e lindjes ti, llogarita me numerologji, sepse nuk e kemi orën e sakt lindjes edhe mujmë pak me kuptu për kësaj, po ai përcjellet nga numri 4, e ka numër të jetës, Marsin e ka pas në Luan, në momentin kur ka lind, ajo është luftarak edhe shumë kreativ, mirë po sot e kemi ditën e datës 7, edhe mendoj që Edi ka me përsu një shgënjim të vogël, sa do pak, është kur përmbysen rezultatet, edhe pres që Edi me pas një humbje, ndoshta jo në vota, po në diçka ka me humbë. Nuk